إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut xhalla xhelaluhu, vetëm ata falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavat dhe selamet i dërgojmë të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, ja sot jemi në ditën e xumë dhe në këtë hutbë të shkurt inshallah me lejen e Allahut xhalla xhelaluhu i referohemi mbarimit të një viti me të cilën është xumoja e fundit të këtij viti me të cilën e mbarojmë dhe e përmbyllim një vit tonin nga jeta jonë, vitin 2025, si dhe jemi të futur në një muaj të shenjtë të Allahut xhalla xhelaluhu, që Allahu xhalla xhelaluhu e shenjtëroi ata dhe na tregoj Allahu xhalla xhelaluhu në librin e tij se i ka shenjtëruar disa muaj dhe i ka ngritur me vlerë Allahu xhalla xhelaluhu në suratut Tauba. Allahu xhalla xhelaluhu tha: Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum. Tha Allahu xhalla xhelaluhu se numri i muajve të Allahu xhalla xhelaluhu gjatë tërë vitit janë të caktuar dhe të numëruar 12 në librin e Allahu xhalla xhelaluhu, që në ditën kur i krijoi Allahu xhalla xhelaluhu qiejt dhe tokës. Minha 4 hurum. Prej tyre janë 4 të shenjtë. Mirë po në Kur'an o vëllezër nuk na ka ardhur shpjegimi dhe sqarimi i këtyre muajve se cilët janë këto muaj, pa ju referuar hadithit të saktë të mësuesit të njerëzimit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin të cilin e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Abu Bekrit radhiyallahu anhu, i cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na i ka sqaruar emrat e këtyre muajve dhe na i ka shpjeguar se cilat janë, dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ato janë 3 muaj radhazi: Dhulqa'da, Dhulhijja dhe Muharram, wa Rajab Mudhar alladhi bayna Jumada wa Sha'ban, dhe muaji i Rajab i cili është në mes muajit Jumada al-Akhir dhe Sha'ban. Ky muaj o vëllezër na jep një mësim të madh neve dhe një këshill të fuqishme që na tregon se sikur dje e përcollëm muajin e Ramazanit dhe ja vin ky muaj i cili na paralajmëron që na të përgatitemi për një muaj përsëri i cili do të vjen, edhe me këto e kuptojmë se mbollëm na diçka me të cilën kaloj nga jeta jonë dhe na rikujton neve se na e mbyllëm një vit i cili na kaloi, edhe me përfundimin e këtij viti o vëllezër neve na jep mësimin më të fortë dhe na jep këshillën më të vlefshme dhe më të thellë që na të kuptojmë se jeta jon është duke u paksuar, edhe se përfundimi i vitit edhe mbarimi i një viti nuk nën kupton që na të festojmë dhe të gëzohemi, por mbarimi i një vitit dhe ditët e netët të cilët ato garojnë dhe nga jeta jon janë duke paksuar, edhe sa më shumë vite që na përcjellmi,
ata janë duke na treguar se janë duke paksuar nga jeta jonë. E besimtari nuk gëzohet, e as që është shanca për të festuar, e as për të lumturuar se ai është duke përfunduar jetën e tij. E as që shkon të feston në për festat e jo muslimanëve të cilët nuk i takojnë atij për shkak se ky e ka mbyllur një vit të tij, në fakt nuk e ka kuptuar se çdo muaj dhe çdo ditë dhe mbyllja e një vitit do t'jetë dëshmi në ditën kur do të dalësh para Allahut xhel xhelalu, sa çka ke përgatitur për nesër ditën kur do të dalësh para Allahut xhel xhelalu. Me çka e mbushë këtë vit? Me çfarë veprash e mbushë këtë vit? Allahu xhel xhelalu na thret o vëllezër. Në Kur'an veçanërisht ata të cilët kanë besuar, ju drejtua duke thonë ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Tha Allahu xhel xhelalu, jo që keni besuar, keni frikë Allahun xhel xhelalu dhe le të shiqon secili shpirt se çka ka përgatitur për nesër. Le të ketë frikë Allahun xhel xhelalu dhe ta dinë se Allahu është lajmëruesi dhe vëzhguesi i veprave t'juaja. Ja u ka regjistruar të gjitha veprat. E valla thua është rasti dhe çasti i jonë që na të gëzohemi e të festojmë për shkak se kemi mbyllur një vit. E ndoshta Allahu nuk është i kënaqur me ne. Me çka e mbyllum vitin tonë, o vëllezërit e tonë? Me shumë namaz, me vepra të mira, apo e mbyllum ndoshta me gjunohe dhe me mëkate? Ky rast dhe ky çast nuk është që na të gëzohemi të festojmë, por është rasti dhe çasti dhe përshtatshmëria e vetë reflektimit dhe vetë llogaritjes tonë dhe pendimit e të kthehemi te Allahu xhel xhelaluhu, që të turpërohemi të të takojmë Allahun nesër me vepra ndoshta më të liga se sa djetë të cilët i kemi pas. Të parit tonë vëllezër ishin ata të cilët u turpënonin që të takojnë Allahun dhe dalën për Allahut me vepra të një ditës së djeshme të njëjtat sot. Nëse ke qenë që ke bërë vepra më të mira dje, sot dhe kanë shtuar më shumë vepra. Nëse ke qenë nga ato vepërkeqit të cilët ke bërë vepra të këqija, mundohu që ti të i përmirësojsh dhe të pendohesh e të llogaritish vetveten tënde. Nëse të kanë ikur namazet me xhamat në xhami gjatë këtij vitit, pendohu dhe kthehu te Allahu, llogaritë vetveten tënde sa namaze i ke zonë në xhami zbashku me xhamat, sa ibadete të kanë ikur, sa vepra të mira, e nëse je nga ata të cilët e ke mbushur bagazhin tënd, atëherë me të vërtet gëzohu se e ke mbyllur një vit me plot vepra të mira. Ajo të jemi nga ata të cilët gëzohemi zbashku me disa të cilët gëzohen që nuk i takojnë identitetit ton musliman. Besimtarit nuk i takon që të feston me ata të cilët nuk janë të festas së tyre. Pejgamberi Allahut na ka tërhequr vërejtin në vëllezër dhe na ka treguar në një hadith që transmeton Abu Davudi nga Ibn Umar radhiyallahu anhu, i cili tha men tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kushdo i cili i ngjason një popull, ai është prej tyre. Ne si musliman nuk ka nevojë që të i përngjasojmë askuje se na i kemi festat tona. Allahu na ka nderuar dhe na ka ngritur dhe na dallohemi me identitetin tonë si musliman dhe nuk kemi nevojë që të përngjasohemi me asken, as të festojmë festat e askuja, as të dallojmë këtë natë dhe ajo natë, jo nata e kënaqësive, jo nata e dëshirave, jo dita e dëshirave dhe jo festat e tyre. Na jemi musliman, festat i kemi të caktuara, na mundohemi ta kënaqim krijuesin tonë, edhe të shpëtojmë ditën kur do dalim për Allahut dhe mundohemi të paraqesim sa më shumë vepra të mira për nesër kur do takohemi me Allahun. Lutim Allahun xhel xhelalu që Allahu të na vetëdijson e pendimin të na pranon dhe nga rruga e drejtë Allahu xhel xhelalu të na udhëzon. Wa kullu qawli hadha astaghfirullah li. Alhamdulillahi al-aliyyil a'la wa salatu wa salamu ala an-nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Të nderuar vëllezër, padyshim se kalimi i viteve, kalimi i muajve, kjo është një paralajmërim për secilin nga ne se vitet tona janë duke u harxhuar dhe sa më shumë që na përcjellim vite dhe sa më shumë që na përmbyllim vite, kjo neve na lajmëron se jeta jon është duke u shkurtuar. Çdo ditë, o vllai dashur musliman, të cilën ti e përcjell te Allahu xhel xhelalu, një ditë do të del dhe do të dëshmon para Allahu xhel xhelalu aja ditë për ty se me çka e ke mbushur ata.
wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad. Le ta shikon se cili shpirt se çka ka përgatitur për nesër, se çka ka përgatitur ditën kur do del për Allahut e të dalin fletushkat me veprat e tua të regjistruara. E kemi shansën në vëllezër që Allahu na ka zgjat jetën e të përmbyllim vitet, që na të mundohemi e të vetë llogaritim veten tonë, e të pendohemi e të i përmbushim ato fletushka me veprat mira. E kemi shansën në këtë muaj të madh që na të mbjellim mbjelljen tonë dhe ta ujisim e kur të vjen muaji Ramazani që të gjithë shpresojmë që ta shfrytëzojmë e na të korrim në të mirësi e mos na zën Ramazani me neglizhencë dhe me pakujdesi sikur që na kaloi në ditë të tjera. Po përvelu që nga sot dhe bënja vetit tënd obligim që mos të ikin namazet me xhamat, e veçanërisht ato namazet të cilët janë sabahu dhe jacia, që ti të jesh prezent në xhamin shtëpinë e Allahut, dhe pastaj i bënja vetit obligim që të bësh sa më shumë vepra të mira e të adaptohesh dhe të stërvitesh për ditën kur do të vjen muaji i korrjes që të korrmi së bashku. Lutim Allahun xhelle xhelalu që Allahu xhelle xhelaluhu na mundësof që na të arrijmë muajin e Ramazanit e ta shfrytëzojmë ashtu si Allahu xhelle xhelaluhu dëshiron. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa aqimus salat.